Okej. Okej, super. Atëherë, sonte do flasim për... jo, prit një sekond se nuk e kam shpërnda. Mendova se e kisha shpërnda. Okej, një sekond. Okej, më thoni nëse e shikoni. E shikoni? Duket apo jo? Me jepni okej sepse nuk duaj që... Goca, e shikoni Telegramin? Po, vazhdo. Okej, super, në rregull. Atëherë, sonte do flasim për 10 hapat e para në farmasi. Pra, për të gjitha vajzat që sapo hyjnë në farmasi, çfarë duhet të bëjnë fillimisht, ose cilat janë 10 hapat që do t'i ndihmojnë të jenë të fokusuara për të pasur rezultate dhe për të pasur sukses. Atëherë, hapi i parë. Duhet të kesh parasysh që nuk është e nevojshme që të dish gjithçka qysh në fillim. Është e pamundur, le të themi. Për të filluar me farmasi, gjëja e parë që duhet të bësh është të di si fillim të jesh një megafon dhe të flasësh për këtë mundësi me të paktën 5 persona offline. Pra, ti sapo hyn, e vetmja gjë që duhet të bësh, ajo që ti duhet të bësh fillimisht, nuk ka nevojë që të dish çdo gjë, të kërkosh informacionet e detajuara, domethënë të mundohesh të mësosh sa më shumë, nuk është e nevojshme. E vetmja gjë që ti duhet të bësh është shumë e thjeshtë. Thjesht ti prezantosh këtë mundësinë të paktën 5 personave offline. Nëse ke mundësi edhe më tepër, sigurisht që akoma më mirë. Por mundohu që të bëhesh megafon dhe për të folur me sa më shumë persona që ti ke nisur një aktivitet të ri. Pra, me këdo që flet, i prezanton projektin tënd të ri, pse e nise, çfarë ofron, në mënyrë që ti shpjegosh dhe ti ofrosh edhe atyre të njëjtën mundësi dhe të bashkohen ty qysh në hapat e tua të para dhe të mësoni bashkarisht, të rriteni bashkarisht në këtë rrugtim, në këtë biznes të ri, në këtë projekt të ri. Pra, pastaj e dyta, hapi i dytë që ti duhet të bësh është të provosh produktet. Duhet të kemi parasysh që nëse nuk i njohim produktet, nëse nuk kemi besim tek produktet, si mund t'i promovojmë, si mund të ofrojmë garanci për këto produkte që ne as nuk i njohim dhe as nuk i kemi provuar. Pra, si mund t'i thuash ti për shembull kur tezja jote të thotë që shiko, dua një fondatinta, për shembull, po e marr si shembull, më këshillo cila është më e mira ose i ke provuar, si të duken, të pëlqejnë, sepse sigurisht që klientët kanë frikë se mos shpenzojnë lekët kot. Prandaj, hapi i dytë që ti duhet të bësh është të provosh produktet. Pra, me kohën, me kalimin e kohës, avash mundohu të provosh sa më shumë produkte dhe të kesh në duar sa më shumë produkte të jetë e mundur. Pra, sigurisht gjithmonë produktet që ti përdor në përditshmëri, nuk është e nevojshme që ti të marrësh produkte që ty nuk të duhen ose ti nuk i përdor. Thjesht produktet që ti përdor në përditshmëri, në vend që të shkosh dhe ti marrësh në dyqan apo në farmaci për shembull, i merr në dyqanin tënd edhe kursen me zbritjen, por edhe krijon besim në atë çka ofron, dashurohesh me atë çka ofron dhe e këshillon pa frikë dhe din edhe të bindësh personat që kanë nevojë për këto produkte. Prandaj avash me kohën, normal, ndërsa në fillim kur sapo ke filluar, sigurisht kërkon këshilla nga grupi, nga ekipi, nga sponsorja, në mënyrë që të kesh mundësi ti këshillosh produktet e duhura klientëve. Por ti duhet jesh klientja e parë e dyqanit tënd. Nëse ti vetë nuk e ke produktin në duar, si mundesh të thuash ose ta promovosh edhe të thuash që këto produkte bëjnë dhe ja vlen që ti të shpenzosh lekë tek unë. Pra, nuk ka sens. Je ti e para që duhet të blesh produktet e dyqanit tënd ose klientja e dyqanit tënd. Hapi i tretë, krijo kuriozitet në rrjetet sociale. Pra, në momentin që ti fillon, hapi i parë ishte të bëhesh e megafon tek njerëzit rreth e rrotull që të njohin tashmë dhe kanë besim te ty. Hapi i tretë është të krijosh kuriozitet në rrjetet sociale duke treguar se çfarë ke nisur të bësh. Pra, fillon dhe tregon çfarë ke nisur të bësh, si fillove, pse fillove, cili është qëllimi yt që ke filluar këtë projekt. Pra, çfarë dëshiron ti të arrish? Pra, krijo kuriozitet, mundohu që të ngjallësh interes tek njerëzit e tjerë dhe të bëhesh
do pëlqeja më shumë ta quaja edhe magnet. Do me thënë të tërheqësh vëmendje duke treguar ti për veten tënde në radhë të parë. Duke treguar këto gjëra, pra pse ke nisur, çfarë ke nisur, pse ke nisur, nga fillove, cili është qëllimi yt, pse nise këtë biznes e tjerë, ti do shetësh pa shitur. Pra kjo është metoda të shesim pa shitur, pa pasur nevojë që të shkojmë dhe t'i themi njerëzve shiko, hajde ble produktin tim. Pra, quhet shesim pa shitur. Pastaj hapi 4 është bëhu, se nuk e pas kam shkruajtur mirë, bëhu autoporlant. Nga sot e tutje, goja jote është një autoporlant. E gjithë bota duhet ta di për sipërmarrjen tënde apo biznesin tënd të ri. Pra, online apo offline, me këdo që ti bisedon, çfarëdo që bën, do të thonë ti duhet ta nxjerrësh bisedën gjithmonë tek projekti yt i ri, tek biznesi yt i ri që ti ke nisur në mënyrë që të ngjallësh interes. Pra, duhet të njohësh sa më shumë persona me këtë projekt që ti ke nisur, me këtë biznes që ti ke nisur. Pastaj kemi hapin e 5 që janë prezantimet. Atëherë, këtu duhet të keni parasysh që sidomos në fillim ju keni nevojë se cili nga ne, sidomos kur është në hapat e para, duke qenë se nuk e njohim mirë projektin, kemi nevojë për mbështetjen e sponsorit. Pra, në momentin që kemi interes për punën, kemi vajzë ose djem të interesuar, i kërkojmë sponsorit që të bëjmë një Zoom me këtë person të interesuar. Pra, prezantimet e para i kërkojmë ndihmë sponsorit në mënyrë që të vjedhim në një farë mënyre, pra të kuptojmë, të mësojmë mënyrën e komunikimit dhe prezantimit në mënyrë që pas 2, 3, 4 apo 5 prezantimeve ti të jesh e aftë ose i aftë ta bësh vetë prezantimin. Pra, në fillim je nxënës dhe pastaj kthehesh në lider, pra je ti lideri, je ti që e merr përsipër biznesin tënd në mënyrë që avash duke u përmirësuar dhe duke u aftësuar akoma më tepër, duke u rritur gjithmonë e më tepër, duke u bërë akoma më profesionist, le ta quajmë. Pastaj kemi hapin e 6. Hapi i 6 që duhet të bësh pasi ke nisur biznesin në farmasi është të kërkosh mbështetje për rreth. Pra, ti të shkosh dhe të kontaktosh njerëzit e tu të afërt duke i treguar që ke filluar një biznes të ri, pra ke filluar biznesin në farmasi, ke filluar një projekt të ri, dhe i kërkon ndihmë se çfarë mund të blejnë ato që të të mbështesin ty në këtë projekt të ri. Pra, ato janë klientët e tu të parë, duke qenë se janë kontaktet e tua të ngrohta, të njohin, kanë besim tek ty ose të japin një dorë për të mbështetur që ti të arrish objektivat e tua të para. Në këtë mënyrë ti le të themi me një gur vret dy zoj, sepse këto persona të afërt në momentin që do i provojnë produktet, e sigurt që do të rikthehen, themi gjithmonë produkt i provuar, produkt i shitur. Në momentin që do i provojnë produktet, do të rikthehen sërish. Dhe në këtë mënyrë, siç thash pak më përpara, me një gur vret dy zoj dhe ke mundësi që të krijosh klientët e tu të parë në offline, pra tek njerëzit e tu të njohur. Dhe pastaj avash vazhdojmë edhe online. Atëherë, hapi i 7 është kontaktet. Pra, do thuash ti, jo po nuk më mbështet askush. Askush nuk dëshiroj ose nuk më dha një dorë, ose shumë pak njerëz të ndihmuan me shumë pak le të themi shumë pak produkte blen, po e marrim si shembull. Ky nuk është justifikim, sepse kemi edhe nëse nuk ke një listë kontaktesh, edhe nëse nuk ke mbështetje nga njerëzit e afërt, atëherë kemi rrjetet sociale. Kemi mijëra e miliona njerëz pafund në rrjetet sociale që janë gjatë gjithë ditës duke bërë scroll dhe janë duke të pritur që ti ofrosh këtë mundësi dhe këto produkte, sigurisht duke u munduar pastaj të gjesh mënyrën tënde të ofruarit dhe të promovuarit të këtij projekti dhe të këtyre produkteve. Por nuk është do të thënë mos e gjeni si justifikim që nuk kam mbështetje dhe tani çfarë do bëj. Rrjetet sociale janë plot, prandaj fillojmë dhe përveshim ëngët
të përmirësojmë dhe të rregullojmë rrjetet tona sociale, sepse rrjetet tona sociale janë vitrine e dyqanit ton online. Prandaj kemi kontakte pafund. Pastaj, hapi 8 është formacioni. Atëherë, më duket se jam çik e shpejt sonte, por do mundohem që këto hapat e fundit t'i shpjegoj pak më me detaje. Atëherë, formacioni është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Pra, nëse je këtu dhe qëllimi yt është që të kesh vërtet rezultate dhe të mos dorëzohesh, sepse në momentin që ti nuk informohesh, është e sigurt që do të dorëzohesh, nuk ke informacion, nuk din të çosh përpara biznesin tënd, nuk ke si rezultat, si pasojë nuk ke rezultate dhe në këtë mënyrë do të heqësh dorë e sigurt. Prandaj është e nevojshme që ti të marrësh pjesë në të gjitha sesionet e mundshme të trajnimeve që ofrohen në dispozicionin tënd, edhe falas, pra i ke falas, prandaj mundohu që të përfitosh nga kjo mundësi dhe të bëhesh pjesë dhe të mos lesh asnjë trajnim pa marrë pjesë. Sepse siç mund ta kuptoni nga vetë fjala trajnim, ti do të trajnohesh për të bërë me kohën një networker e suksesshme dhe të kesh rezultatet e vajzave që ti sot shikon që kanë sukses dhe dëshiron të bëhesh si ato. Por ato nuk kanë arritur aty, ose ne për shembull nuk kemi arritur aty sot për nesër, por jemi stërvitur, kemi bërë formacion, kemi praktikuar, kemi dështuar, jemi ringritur, edhe kemi arritur këtu ku jemi sot. Prandaj mos mungo në asnjë formacion të mundshëm. Nuk është i detyrueshëm, nuk është i obligueshëm, i ruajmë në mënyrë që t'i keni në dispozicion sa herë të keni nevojë, mund t'i dëgjoni dhe t'i ridëgjoni sa herë të doni, të mbani shënime, por është akoma më e fuqishme në momentin që ti merr pjesë live, sepse energjia është ndryshe, mbështetja, do të thënë ke mbështetjen e gjithë ekipit, bëjmë pyetje përgjigje në mënyrë që të kuptosh akoma më qartë për çfarë folëm dhe është vërtet shumë e nevojshme të marrësh pjesë në moment, pra live. Pastaj është hapi i 9. Keni kujdes dhe jeni të kujdesshëm për këtë që do shpjegojmë tani, sepse e quajmë ndryshe kultura e 200 pikëve. Çfarë do të thotë? Që nëse çdo antar respekton ose synon çdo muaj kulturën e 200 pikëve, kualifikimet për çdo antar që i bashkohet grupit do të rrjedhin si shi. Pra, nëse të gjithë bëjmë punën tonë, të bëjmë minimumi 200 pikë në muaj, që do të thotë ose qoftë edhe produkte për vete që sigurisht na nevojiten dhe s'kemi pse t'i marrim në dyqan, siç e tham në fillim, sepse edhe kursejmë edhe krijojmë, pra i dashurojmë produktet ose krijojmë besim tek ato edhe i promovojmë në mënyrë që të rrisim numrin e klientelës tonë, por edhe shitje pra tek klientët tanë. Minimumi duhet të bëjmë 200 pikë secili. Nëse secili antar, për shembull, po e them, pas 6 muajsh, po e marr si shembull, në ekipin tënd janë 100 persona, 100 për 200 pikë, llogariteni sa bëhen. I bie diku tek 20.000 pikë, apo gabohem? Me llogarinë time tani kështu. Tani kështu direkt drejt për drejt. Gjithsesi do të thotë që i bie që me pak fjalë pak a shumë të kesh marr edhe bonusin 2.000 euro. Pra 1.000 euro dhe 2.000 euro të kesh arritur kualifikimin e tretë. Dhe gjithashtu të zhbllokosh edhe udhëtimin në Kapadocia në Turqi. Prandaj, objektivi i secilit prej nesh, nëse që të gjithë ne e bëjmë si kulturë, si tradit, që çdo muaj minimumi duhet të jetë 200 pikë, atëherë kualifikimet, siç thash pak më përpara, do të rrjedhin si shi për çdo antar të mundshëm dhe kjo do të nxjisë akoma më shumë kurioziteti tek njerëzit që duan dhe kanë nevojë për një ekstra, apo ndoshta që thjesht duan të dalin nga rutina që të bëjnë diçka ndryshe në rrjetet sociale dhe fitimet do rriten akoma më tepër, ekipi do rritet akoma më tepër dhe do të krijoni një biznes mbarboteror, do të krijojmë një biznes të fuqishëm mbarboteror. Sepse kemi mundësi që të bashkojmë persona nga gjithë bota dhe të shesim nga gjithë bota, momentalisht tek 40 shtete. Pastaj pika e 10 ose hapi e 10 është të vendosni një objektiv mujor për sa i përket personave ose antarëve në linjën tuaj të parë, që të jetë minimumi 10 persona, do thoja unë.
Ka plot persona të interesuar që duan të krijojnë një ekstra, siç thash pak më përpara. Çmimet janë në stratosferë dhe që të gjithë e kanë të nevojshme 100, 200 apo 500 euro në muaj. Prandaj minimumi që duhet i vendosni si objektiv vetes është 10 antar. Nëse bëni 15 akoma më mirë. Por edhe nëse bëni 5 është në rregull, por vendoseni si objektiv që të paktën ta keni si synim dhe të punoni për të arritur tek 10 antar. Sepse nëse nuk e vrisni mendjen fare, nëse nuk vendosni objektiva fare, ndoshta dilni edhe me muaj pa regjistruar askënd. Objektivi minimal duhet të jetë 10 antar në linjë direkte. Pastaj ndoshta jo që të gjithë do të jenë të interesuar për ta bërë këtë një biznes të vërtet, ndoshta do ketë edhe nga ato që do t'i mjaftoj edhe 20 euro, 50 euro, ose ndoshta edhe do të dorëzohen sepse nuk do t'a kuptojnë vizionin dhe fuqinë dhe pikërisht fuqinë e networkut, e këtij biznesi, por ju duhet të vendosni objektivat tuaj për të arritur synimet tuaja. Prandaj minimumi 10 antar në linjë të parë secili nga ju. Imagjinojeni çfarë ekipi mund të ndërtohet pas një viti. Imagjinojeni çfarë biznesi mund të ndërtosh me të ardhurat pasive pas një viti. Atëherë, këto ishin 10 hapat e para dhe le të themi fokusi yt në momentin që ti regjistrohesh dhe ke filluar të punosh në farmasi. Këto janë 10 hapat që ti duhet të fokusohesh që çdo ditë të punosh nga pak tek këto 10 hapa. Prandaj, faleminderit që më ndoqe deri në fund, që ishe këtu me mua dhe më dëgjove. Shumë suksese shumë suksese në ndjekjen e 10 hapave kryesore dhe bazike që ti duhet të zbatosh për të arritur synimin tënd, që i ke vendosur vetes në momentin që je regjistruar në farmasi.